në krahun tim të djathtë është trajneri Alend Rashica. Faleminderit shumë që je sonte me neve trajner. Faleminderit shumë për mundësinë. Trajner, profesor e gjithçka. Me kallalla. Në anën tjetër Ardiola Sturdulli, handbolliste, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit. Edhe krejt në fund Rinesa Jashari, faleminderit shumë Rines që je me neve sonte. Faleminderit për ftesën. Po du më dalë të protagonistët në realitet. Po më intereson me ditë ç'është është ndjenja kur merr pjesë në kampionat botror të shkollave të mesme, duke përfaqësuar fillimisht shkollën e Çerem Çabej, edhe së dyti që është bukur e rëndësishme shtetin e Kosovës. Cila do për juve që do një para me fillu? Unë mendoj që është një ndjenjë shumë e papërshkrueshme, përderisa na do të me kalu gara për shembull si ato komunale regionale, për me shku deri te republikane për me fitu, edhe gjithashtu konë shumë e vështirë normal për neve normal, edhe është shumë ndjenjë e mirë përderisa secila e kemi jap maksimumin e ton për me përfaqësu veten botror. Unë mendoj që ndjenja është e papërshkrueshme dhe e paharrueshme. Gjithmonë ka sfida, edhe mendoj që ne kemi kalu shumë mirë edhe kemi bë punën ma pak të palodhshme, po është ndjenja shumë e mirë. Përdojnëve të trajneri, pjesëmarrja ndodh realisht për herë të parë me sa kuptova në këtë nivel të kampionatit botror. Në këtë nivel garave po, është hera e parë po. Fillimisht ç'është është normalisht edhe për ty si ndjenjë duhet me qenë jashtëzakonisht e veçantë se jeni pjesë e kësaj shkolle në nivelin botror, po sa ka vlerë realisht për vendin. Po, fillimisht vetë kompeticioni garus pro është kampionat botror, edhe dihet se çfarë roli, çfarë rëndësie të madhe domethënë ka ky eveniment sportiv. Pra, fillimisht ne po duam i falenderoj vajzat që janë më meritore, domethënë se kena arrit këtë sukses. Për mua është ndjenjë dyfisht pasi që edhe Ardiola dhe Rinesa janë zonëse të mia ku jam kujdestari i klasës, kështu që është një plus tjetër më i madh dhe është kënaqësi e dyfisht. Pra, domethënë kuptoj që në momentin që folëm për kampionat botror, dihet pra që në prapa vit do të shumë punë, shumë organizim, shumë sfida me cilat përballesh gjatë këtij rrugtimi, po gjitha këto harrohen kur ki sukses dhe kur të arrish me reprezentu shtetin tonë në këtë kompeticion kaq të madh. Por neve jam kon plot sfida, po gjitha kena arrit me i kalu bashkarisht. Fillimisht kena kalu në për shumë gara të nivelit që që tha dhe Rinesa komunale, regionale, republikan. Pra, unë po ndolna te ky republikan se është i rëndësisë pak më të madhe, pra kena pas një kundërshtar jashtëzakonisht të fortë gjimnazin Axhezeka nga Istogo, ku çka vlen më theksu te kjo finale, domethënë është rezultati 12-10, edhe 10 gola ka shënuar Ardiola në atë finale, ka shkëlqy pas të Rinesa me pritjet e saj. Çka më kujtohet e çka më ka met mendje për kësaj pjesë është që rezultati ka qenë shumë i ngushtë, edhe me një moment e kemi lyp një time out, një pushim për më jap këshilla edhe me pushu pak, edhe më kujtohet që e kemi ditë që fituesi i nivelit republikan, domethënë e reprezenton Kosovën në kampionatin botror. Kështu që ju më ofrua dhe më thonë, vajza mos harroni që edhe në minutë e 40 sekonda dhe po shkojna në kampionat botror. Edhe po besoj që është kon një motiv shtesë, edhe më pastaj kena arrit me fitu lojën pra me rezultat 12-10, edhe kemi fitu drejtën që me shku në kampionatin botror për shkollat mesme që organizohet nga ICF-i, domethënë Federata Internacionale e Sportit Shkollor botror. Në Shkup kemi marrë pjesë në kampionat botror, pra dhe kemi pas rezultate të kënaqshme përkundër shumë sfidave të cilat kena pas gjatë rrugtimit, po megjithatë gjitha harrohen pra kur të reprezentoj shtetin tonë. Ardiolën dhe Rinesa po do më pyet, Arlindja më mirë si ligjërues, mësues a trajner? Për mu menoj që është dyat, ama si trajner nga ka motivu ma shumë. Perfekt. Si trajner është ma chill. Emocionus diqysh. Edhe t'ja shumë motiv, po në shkollë është pak i rrept, që kja e bën dallimin. Kështu përgjigjen se unë përgjigjen e di, kështu që unë është përgjigjen e di. Edhe po besoj që është si trajner për shkak se në ato mësime kuptohet te pjesa e procesit mësimor. Është pjesa serioze. Është pjesa serioze, do të më kalu edhe këtu si të gjithë nxënësat e tjerë. Po megjithatë, pra po them që na kem tolerime, sidomos për mungesa për shkak se
tregum që edhe Ardiola edhe Renesa janë edhe pjesë e përfaqësuesës Kosovës në handball, kështu që kanë ju vjen mirë kuptim me pas mirë kuptimin e kujdestarit klasës, edhe ne e kuptoj për shkak se vi vet pe botës sportit. Edhe kam jashtëzakonisht mirë kuptim, po edhe drejtoria e shkollës e të gjithë profesorët që ligjërojnë tek Që është shumë element i rëndësishëm për me motivu sportistin. Sakt, me motivu sportistin edhe me momentin ku shkojnë për tubime, me kombëtarën jashtë shtetit, jashtë me kon të fokusuar te handballi dhe me bë më të mirën. Po na jena shumë krenar si shkollës që kena pjesë e shkollës tonë, edhe me sukseset që janë goxha të mëdha, domethënë që kanë arritur deri tash në këtë moshë. Për dy vajzat, po du me ditë se bashkëmoshtarët e ju sigurisht e synojnë ose kanë qef më marrë me sportin, sa është sfiduese të njëjtën kohë edhe me përfundu shkollimin, po njëkohësisht edhe më marrë me sport. Besoj shumë gjëra rrethit mbesin jashtë. Për mua është shumë sfiduese se në njëjtën kohë e kemi edhe mësimin, po për shembull neve na duhet më njëherë mas mësimit me shku në ushtrime, edhe ka njëherë na vyn me lon mësimin pak anash për më mirë me sport me ëndrën tonë, po mendoj që me vetbesim në veten tonë më në arrit gjithçka edhe për të rinjët të tjerë si një mesazh. Sakt. Edhe unë mendoj që është një sfidë shumë e madhe për shembull se që tha edhe Ardiola, me njëherë mas shkollës kemi stërvitja dhe do të më merr normal edhe mesane familjare tjera. Edhe si mesazh për trin për një sen për shembull që e don për shembull na e kem sportin, edhe e japu maksimumin që aty, domethënë është pak sfiduese, po më ja dal. Mesazhin përgjithësi që pa sakrifiku nuk arrin kurrë. Po. A ndalemi pak te kjo pjesa e pjesëmarrjes në kampionatin botëror trajner, nuk është se keni qenë komplet të kompletuar. E keni pas një sfidë bukur të madhe në këtë pjesëmarrje shumë të rëndësishme. Po shumë e vërtetë, domethënë që nuk kemi mujt me u kompletu ekipën. Fillimisht që dina për pjesëmarrjen në kompeticion që është kampionati botëror, pra do të lista më bu shumë më herët e më. Më dërgu emrat. Po, më dërgu emrat, edhe mas ne është shumë e vështirë me pas ndryshime në listë për shkak të protokolleve që do të më ndjek gjatë organizimit shtetit që organizon. Pra na si shkollë kemi pas drejt me marrë edhe përforcime nga shkolla tjera. Kusht ka qenë vetëm që me kon nxënës në njënën për shkollave të mesme të Republikës Kosovës, edhe na i kemi teketu disa nxënëse, domethënë që kemi pas kundërshtar edhe në finale Edhe kemi pa kualitetin e tyre. Po, kemi pa kualitetin e tyre në disa pika ku ne kemi qalu dhe ku kemi menduar që na përforcojnë se ekip, po për fat të keq, domethënë nuk kemi arrit me i marrë me veti edhe përkundër dëshirës së vullnetit shumë madh dhe rregullimit dokumentacionit e këtij, për shkak se Federata e Handbollit të Kosovës në të njëjtat data ka organizuar edhe Final Fourin për Kupën e Kosovës. Edhe nuk kemi gjetë mirë kuptim çka është për keqardhje, domethënë nuk kemi gjetë mirë kuptim që ato gara me ushty, kemi bërë kërkesa edhe ne edhe Federata e Sportit Shkollor, që du mi falenderu jashtëzakonisht shumë kryetarin Adrian Telako, jashtëzakonisht shumë du mi falenderu edhe sekretarin e Federatës Sportit Shkollor, i cili ka bërë shumë përpjekje, domethënë që me një zgjidhje moralizu, po megjithatë nuk kena arrit që të shkojmë të kompletum, edhe gjatë të kampionatit domethënë botëror e kemi pas vetëm një rezervë, çka është për të ardhur keq, edhe besëm që mas lojës të parë dhe dytë, vajzat më kanë të stërnë lodhën për shkak se kemi pas lojra çdo ditë, edhe na dim që handbolli sport i kontaktit edhe shumë duele, shumë lëndime, besëm që kemi thonë se çysh kemi me u paraqit ndeshjen e ardhme, po këto kanë treguar një karakter të jashtëzakonshëm, për shkak se në sport na e dim që është faktor shumë i rëndësishëm edhe karakteri, edhe këto nuk janë dorëzuar edhe kena fituar 2 lojë me një rezervë të vetme. Domethënë na kemi pas një grup jashtëzakonisht fort. Në grup kemi pas Brazilin, konkurrencë me Brazilin, me Rumaninë, me Izraelin, edhe llogaritet me një rezervë. Domethënë na kemi qenë me kualitet aty. Po pjesën e dytë apo pjesën përfundimtare të lojës, domethënë vjen shprehja dhe lodhja dhe niveli përgatitjes fizike, gjithë handbollistat e freskët. Sakt, po. Po megjithatë, domethënë na e kemi jap maksimumin me ato kapacitete që kemi pas. Vajzat kanë jap 100% nga vetja. Ardiola edhe Rinis, a mund të themi që është pjesëmarrja botëror është në një farë formë aspekt pozitiv, pavarësisht mungesave, pavarësisht gjithçka në aspektin e përvojës. Besoj ka qenë shumë e rëndësishëm për të dyja.
Po, u koni përvojë shumë e mirë dhe rëndësishme, se dhe na ka përgatit neve edhe për nëse në tarmën e kemë ma shumë lidhe me sport që me i po duelet edhe me po që shkojnë në ndeshjet. Edhe gjithashtu që shë tha kujtestarit që kem pas një grupë shumë të fort, ama na e mënu me maksimumin edhe e këm mbështet edhe i kena jep motive se cila njona tjetrës. Unë mendoj që në këtu ndeshjen ndërkombëtare përvoja nuk mungon as pak, sepse pavarësisht kundërshtarit, atë kundërshtari veç të bën atë fort, edhe kena po që kena hapësirë për përmirësime për lojat e ardhshme. Këtu besoj është edhe çelësi suksesi, se nga çdo gabim dhe çdo përvojë ti mëson diçka të re që kompletohesh në të ardhmen. Po. A ka mujt Kosova me shku ma larg, po të ishte kompletuar me trajner? Patjetër që po. Na domethënë vetë se kemi arrit me fitu 2 lojë, ku kemi mposhtë domethënë me 9 gola diferencë fillimisht Gjeorgjin, pastaj kemi mposhtë edhe Bullgarin, domethënë shtete që kanë kushte më të mira për punë edhe nuk është që kanë handballin domethënë si sport dytë apo tretë, pra domethënë është zhvillum handballi. Po të ishim atë kompletum, po të ishim komplet domethënë me ato përforcime që kemi po sigurisht që kishme me përfundu shumë anal në plasman, po prapë po them, është për keqardhje për shkak se është dashur gjendet një hapësinë që të shtyhen këto gara nga Federata e Handballit. Po nuk kemi gjetë mirë kuptim, po na nuk kemi dorëzu. Absolutisht. Po se më pas dorëzu kishte qenë si shkuar. Po besoj që nëse kishim qenë kompletuar patjetër që të paktën në top 4 që kishim hyrë. S'po them që kishim fitu krejt, për shkak se çka është një detaj interesant që harum me cek është që gjitha shtetet pothuajse kishin ardhur me seleksionim pothuajse nga i gjithë shteti. Nuk kishin garuset vetëm shkollës, tyre domethënë. Në këtë rast kanë pas tendencë me fitu gara. Sikur që kemi qenë ne. Ne kemi qenë domethënë vetëm nxënëse të shkollës sonë dhe kemi pas 2 apo 3 përforcime tjera nga shkolla tjera, po shtetet tjera pothuajse kishin ardhur me komplet kombëtare në tyre në handball. Për shkak se kompeticioni ishte shumë i madh, konkurenca ishte me shtete tepër të forta, merrte pjesë edhe Gjermania, edhe Kina, edhe Japonia, edhe merren pjesë shtete që kanë handballin shumë zhvilluar. Po, këtë vit është dallu shkolla juaj Selam Çabeja për një fakt tjetër që ka arrit me në garat republikane me fitu 4 kategori sporteve shkollore. Po shumë e saktë, pra shkolla jon Gjimnazia Selam Çabej vështre domethënë shquhet për këto suksese, pra në gjimnaziatën që është organizuar pe një organizim fantastik nga Komuna e Pesë e Federata e Sportit Shkollor. Në shkolla jon ka arrit me fitu 4 vende të para në nivel republikan. Pra në handball, me konkurencën e vajzave ku kemi fitu pastaj drejtën që me marrë pjesë në kampionatin botror, me futsal me vajza, me domethënë edhe me volejboll me djem, po ashtu me ping-pong me djem. Pra është një dominim jashtëzakonshëm. Po këtu do të më falendroj edhe kolegët e mi të edukatës fizike, profesorin Fevzi Grishta, i cili është pothuajse më meritor dhe është bashkëpunëtor jam më i afërt edhe i cili ka shumë merita në zhvillimin tim si trajner si profesor, që ne falenderoj shumë. Ai ka qenë promotori kryesor i kësaj pjese, po ashtu edhe profesor Safet Shalako dhe profesori Murseli Grishta. Po më shumti më meritorët janë drejtoria e shkollës, drejtori Gali Pavdiu, i cili është përkrahas i jashtëzakonshëm. Na shndron çdo herë prapa, tu e di që shkollat kanë një buxhet limituar, po ai asnjëherë nuk na lën vetëm na përkrah. Jashtëzakonisht shumë, ai është më meritori për gjitha këto suksese, duke mos harruar edhe zëvendës drejtorin Fatmir Aradina, i cili janë të mrekullueshëm. Ardiola si vjet e ka pas një sezon të jashtëzakonshëm me ekipin e Samadrejës, fituese e Kupës Kosovës edhe Superligës Kosovës. Përveç aspektit ekipor, besoj është një farë kënaqësi edhe në aspektin personal. Është shumë kënaqësi, si në ekip, si edhe nga ana jam. Mendoj që dë vyni njët një që si sene, po ashtu në edhe ekipin e kam shumë të mrekullueshëm, që i falimderoj si trajnerin, si kryetarin edhe si vajzat, po ashtu edhe në anën tjetër kënaj janë shumë të mrekullueshëm edhe një vend që jeton me handballin realisht, mbeti befasuar me përkrahjen që i japin vendosit ekipit Samadrejës. Shumë janë përkrahas, edhe është si një vend shumë i vogël, një fshat i vogël,
po janë shumë me zemër të madhe. Për të dyjat, çysh është ndjenja me bardh fanellën e kombëtarës Kosovës? Besoj është një prej elementeve më kulmore në karrierë. Me bardh fanellën e Kosovës është ndjenja më e mirë e një sportiste. Është kënaqësi edhe nder me e qu deri në fund çat sen. Po ashtu edhe në kombëtare është një farë emocione që jetu lujt për vendin tënë. Sakt. Edhe unë mendoj që është një ndjenjë shumë e mirë dhe është një kënaqësi që ndoshta edhe nuk përshkruhet pa e përjetu, po. Edhe mendoj që ajo është ëndra jonë, për shembull, për me arrit deri çatë, edhe për me e mbajt veshën fanellën e kombëtarës, është një ndjenjë shumë e mirë. Na shkoj edhe na te kaloj koha e parapom me diskutu me juve, është e kënaqësi me diskutu për një sukses dhe një rrugtim siç ishte ky i juaj. Besoj është një farë lloj mini inspirimi për shkollat e mesme tjera që vitin e ardhshëm e synu me dal kampion për me përfaqësu shtetin e Kosovës jashtë edhe shkollën e mesme. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Na të falenderojmë ty jashtëzakonisht shumë që na ka dhënë mundësinë për me shpalos këtë histori suksesi. Edhe po besoj që edhe po duhet të falenderoj për punën që jetë bëu për emisionin shumë të çellum, për shkak se këtij emisioni ta thojnë atë çuçi thonë se ja shohin harin shumë dhe sportistë të tjerë dalin pa. Faleminderit shumë. Na kemi përgatitur edhe një dhuratë për ty simbolike, një fanellë domethënë të garave të kampionatit botror që kemi pas me veti. Faleminderit shumë. Po kemi shef me ta dhurues edhe një medalje të tardhë domethënë të që kemi fituar në gjimnaziatën e Pejës. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për mundësinë. Shumë faleminderit.